Alarm në SBA, 11 shkencëtar të lidhur me UFO-t zhduken. FBI në hetim urgjent, Kongresi në alarm. Zhdukja apo vdekja e 11 shkencëtarëve studiuese të nivelit të lartë të Shtetit Bashkuara është kryer në një çështje urgjente kombëtare, ka deklaruar një antar i Komisionit Gjykatyrës në Kongres. Kongresmeni Eric Burlison tha se rasti është tepër i çuditshëm për të qenë rastësi dhe kërkon hetim të menjëhershëm nga FBI dhe gjithë agjencitë federale. Ky është një alarm që duhet të na zgjojë. Duhet sigurohemi që shkencëtarët tanë më të rëndësishëm janë të sigurt, deklaroi ai, duke shtuar se disa prej tyre janë zhdukur pas një gjurmë. Sipas tij, këto raste mund të lidhen me faktin se disa prej tyre studiuesve kishin akses në informacionet klasifikuara mbi hapësirën, mbrojtjen dhe fenomenet e pa identifikuara ajrore UFO. Ndërsa nuk përjashtohet përfshirja e aktorëve të huaj si Kina, Rusia apo Irani. Një nga rastet më të bujshme është zhdukja e generalit në pension të forcave ajrore William Neal McCaslin, i cili u zhduk shkurt në shtëpinë e tij në New Mexico. Sipas raportimeve, ai kishte shfaqur shenja konfuzioni mendor para zhdukjes dhe ishte përfshirë në kërkime mbi fenomenet e pa identifikuara. Një rast tjetër është ai i shkencëtares Amy Extrich, e cila vdiq në vitin 2022 nga një plagë armësjare në kokë, e cilësuar se vetvrasja. Ajo punonte mbi teknologjitë antigravitet dhe kishte deklaruar se më herët kishte marrë kërcënime për shkak të kërkimeve të saj mbi UFO-t dhe jetën jashtë toksore. Madje para vdekjes, Extrich kishte paraemëruar nëse nxjerrën në dritë këto informacione mund të eliminojnë dhe askush nuk do ta marrë vesh. Sipas disa hetimeve private, ka dyshime se ajo mund të jetë mos jetë vetvrarë. Lista e rasteve përfshin Melissa Cassias zhdukur në qershor, Anthony Chavez zhdukur në maj, Jason Thomas i vdekur këtë mars, Mark Maven i vdekur në 1924, Luerio vrarë në dhjetor, Carl Gillimar vrarë në shkurt, Steven Garcia zhdukur në shkurt, Monica Jacinta Reza zhdukur në qershor. Sipas kongresmenit, në disa raste këta shkencëtar kishin lënë telefonat dhe pajisjet në shtëpi para se të zhdukeshin, duke rritur edhe më shumë misteri. Ndërkohë, shtëpia e parë ka konfirmuar se është hapur një hetim i gjerë në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, pavarësisht teorive që po qarkullojnë, autoritetet deri tani nuk kanë konfirmuar lidhje të drejtë për drejtë mes vdekjeve dhe zhdukjeve, por numri në rritje i rasteve po ngre gjithmonë e më shumë pikpyetje.